Arritëm tek albumi më i mirë, Sinan. Kush janë të nominuarit? Pra, albumi më i mirë, këtë vit janë Ilir Shaqiri, Dridhe Shkup e Shkodër, Shkurt e Feza, Shqiptari... Shqiptari të dua. Shqiptari të dua. Kjo nuk vjet individualisht. Pastaj smeta më jep gjithë shqiptarët. Pra, dhe Ganimeti Jashanica pas shumë vitesh. Dhe albumi më i mirë për këtë vit është Ganimeti Jashanica. E ftojmë në skenë. Ori me Ganimeti, kesh të shkju në këtë, asi se umësova me shkju, kesh të shkju dhe këta. Nuk niva fare prej emocioneve. Faleminderit shumë. Ma në fund, Sinan, jam mësu me kënu, se më ke pas thonë njerë mësohesh. Faleminderit shumë. E çfarë emocione keni momentalisht? Tash më dalë të shumë plak. Jo. Pse? Jo. Ka shumë kohë, ose karriera ime nuk është e gjatë në krahasim me këngëtarët këtu tjerë që janë pjesëmarrës, po gjatë gjithë karrierës ime jam përpjek që ta kultivoj dhe të ruaj vlerat e këngës shqipe. Nga njëherë e kam pyet veten dhe më ka ardhur asisoj të them, a ja vlen. Po sonte po them që po ja vleka. Ju faleminderit shumë. Në këtë rast desha të përshëndes shumë kompozitorin Naim Krasniqi, që e çmoj shumë. Vllaun tim Nexhin dhe gjithë adhurues e këngës time. Faleminderit shumë. Duar trokitje për zonjën Ganimeti Jashanica. Urime.